Ajo është rreth 33 vjeç dhe jeton jetën e saj në një mënyrë magjike, por edhe realiste, por ndonjëherë jam bat dhe gjithçka bëhet surreale. Ndonjëherë ka frikën dhe anë të brendshme, por askë duke ardhi me perspektiva e sarur jetën unë formua nga përballimi I saj në heshtje. Ti kohërave të vështira, traumove, vallimte asë brendshme. Ajo I ka për çdo jetë po thënë asnjë fjalë. Ajo mu të nevojrë për res apo miratimin e jetës, për të pajetur atë që dëshiron. Kur e sheh, ajo mund të kënjë fytyrë të ashpër ose seksi. Vajo sepse ka përcjer pikëllimin e saj vetëm pa thënë asnjë fjalë. Ajo është vërtet e butë, ëmbël misterioze dhe një jo e të rënduar. Ajo gjithmonë ka mbëll në heshtje se vjen nga jetë të tjera, se shpirti I saj është I vjetër, dhe se në këtë jetë po harin atë që nuk mundi në jetë të kaluara. Nëse do ta shihni duke shkruar muzikë, do të ishte një mister unik. Vaje jegët, do të vjen dar, a ka razën, ose ndonjëherë kur është vetëm vezën. A ka hirje, frymëzimi, ajo është këtë pasionante dhe persioniste, me punën e saj artistike, por është kejtë e kundër të. Jetën e saj natyrale të përdyshme, ajo është organike, vërtet e ëmbël dhe e sjellshme, megjithsen ndonjëherë largohet nga ajo rrugë, ajo zgjedh rrugën e gabuar, sepse ndonjëherë njerëzit e gutë harvin në jetën e saj. Njerëz që vetëm kalon që ajo të mësoj. Kur ka besimin e saj, ajo I jep çikshme. Kur ajo qonen ka burën, do dësharti janë asnjë mënyrë. Ndonjëherë ajo shpreson vetëm që të paktën të jem të ndërshëm, pëmbor jeta e godet forë çdo vit dhe modellon në mënyrë delikate, duke shndërruar në një titan të pavarur, gruaje që nuk do të ndikohet nga burra. Nëse nuk ka ndershmëri dhe integritet, kur ajo krijon videoklipet, te saj muzikore është në spektakël, ajo vallëzon dhe këndon në të njëjtën kohë, si një perëndeshe egjiptiane pa humbur kur thelbin asaj. Gjithashtu I përkishti jetës si vjan të bahurve, unë nuk di asgjë për këndët, por ajo që di është se je një shpirt I ëmbël dhe magjik. Mos lejo kur askën të bëjej të ndihësh më pak se kaq. Je ëmbël dhe transparente, mos lejo që ata të heqin sharmin dhe shijen e të qenit, sepse liria jote
është fuqi.